Për më shumë detaj në lidhje me këtë ngjarje, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren tonë Ervina Garo. Ervina, të përshëndes, atëherë çfarë ke mundur të mësosh më shumë lidhur me këtë ngjarje? Përshëndetje, ashtu siç e përmendët edhe ju, bëhet fjalë për një ngjarje të rëndë ku specialisti i policisë kriminale pranë komisariatit të policisë të Durrësit, Arben Pjeci, ka dhënë punë pjesës në kushte të rënda psikologjike. Parapraktikisht kemi mësuar që ngjarja mund të ketë ndodhur rreth mesditës në arkun kohor rreth orës 13 deri në 14, megjithatë mbetet për të zbardhur në vazhdim, ku efektivi është mbyllur në zyrën e tij në katin e dytë të drejtorisë vendore të policisë Durrës e më tej ka ndodhur e gjithë ngjarja. Sërish nuk është dëgjuar dhe nuk është konstatuar nga punonjësit e tjerë pranë drejtorisë vendore të policisë të Durrësit dhe në lidhje me këtë vetë policia konfirmon që do të kryejë një eksperiment ditën e nesërme për të kuptuar se pse nuk është dëgjuar asnjë zhurmë dhe pse nuk është kuptuar që ka ndodhur kjo ngjarje, sepse për të zbuluar ngjarja është dashur denoncimi, kallëzimi i bashkëshortes së tij që prej disa orësh kishte humbur kontaktet me bashkëshortin e duke ditur gjendjen e rëndë psikologjike ka komunikuar fillimisht me drejtuesit e policisë të Durrësit, është bërë kallëzimi përkatës, është vijuar më tej me procedurat nga prokurori që ka qenë në detyrë për të arritur rreth orës 16:15 ku është hapur me forcë zyra pasi është zbuluar me anën e vendodhjes së telefonit dhe është gjetur që ndodhi në zyrën e tij, është hapur me forcë dhe është gjetur i vetvrarë efektivi Arben Pjeci. Paraprakisht dyshohet se shkaki i kësaj gjendje të rënduar psikologjike është bërë një ngjarje që daton në vitin 2022, një konflikt me fshinjin që ka shkuar pastaj drejt gjykatës dhe ka përfunduar me vendim të formës së prerë nga gjykata e rrethit gjyqësor Durrës për plagosje të lehtë, që do ta penalizonte më tej efektivin nën komisarin për të lënë edhe detyrën pranë drejtorisë vendore të policisë të Durrësit. Me të duket deri tani, deri në këtë moment, pista kryesore është kjo që dyshohet, megjithatë të duhet të zbardhen më tej detajet të tjera të hetimit në vimësi. Do duhet të thonë gjithashtu që është dënuar me 40 orë pune në komunitet për këtë ngjarje dhe sipas informacioneve paraprake që kemi, ai nuk e ka apeluar çështjen. Çka do të thotë që në një farë mënyrë e ka pranuar vendimin, por kjo ka çuar në një gjendje të rëndë psikologjike për të përfunduar në mënyrë tragjike për vetë jetën e tij. Ervina, të falenderoj për të gjitha informacionet. Faleminderit ju.